sot jemi dëshmitar se kemi hyrë në një fazë të re. Jemi dëshmitar të një Shqipërie që nuk është vetëm përdoruese e teknologjisë së mbrojtjes, por është edhe projektuese dhe zhvilluese e kapaciteteve teknologjike, të cilat sapo kanë nisur të japin rezultate e para. Dhe këtu nuk mund të rri pa u ndalur një minutë tek protagonistja e kësaj historie që është Arieta, e cila është një vajzë nga Bulqiza. Familja e saj ka emigruar kur ajo ishte vetëm 4 vjeç. I ati si një birë i denj i atyre territoreve, ishte shumë i lënduar me veten që nuk ishte një djalë, po vetëm vajza. Dhe Arieta vendosi që të bëj djali i babait, duke ndjekur ata nga hap pas hapi aty ku ai punonte në emigracion, në një fabrik e cila prodhonte pikërisht mjete